Takimi i radhës së Komitetit Ndërparlamentar Shqipëri Komisioni Evropian për Stabilizim Asocimin do të zhvillohet në Tiranë në datën 8 dhe 9 dhjetor. Pas 3 takimesh as pak të frytshme, mbledhja e radhës duket se do të dalë me një rezolutë të përbashkët të palës shqiptare që do të vlerësohej nga Bashkimi Evropian si një sinjal pozitiv se forcat politike në vend janë gati për marrjen e statusit të vendit kandidat. Dy bashkëkryetarit e komitetit Fatos Beja për mazhorancën dhe Valentina Leskaj për Partinë Socialiste janë optimist se marrëveshja e bërë për 3 reforma të rëndësishme parlamentare mes pozitës dhe opozitës do t'jap frytet e saj dhe në mbledhjen e komitetit. Është pozitive klima në të cilën do të mbledhet komiteti dhe që do të jetë pa asnjë dyshim favorizuese për procesin e integrimit të Shqipërisë. Nuk kemi më bllokimin. Bllokimi ishte ajo që nuk lejonte që të kalojnë ato 12 pikat, sepse janë çështje të cilat kërkohet patjetër vota e opozitës. Ka momenti që opozita është në parlament dhe voton. Unë besoj që do të ecim në këtë frym. Pa dyshim që ajo që kërkohet për këtë takim të radhës është një deklaratë e cila mund t'jap element garancie për qëndrueshmërinë e këtij fillimi pozitiv. Ata kanë nevojë për element besueshmërie dhe kredibiliteti që ky proces do të vazhdojë dhe do të jetë një proces serioz. Kjo mbetet për të provuar natyrisht. Por a do të ndikojë kjo marrëdhënie re bashkëpunimi parlamentar mes mazhorancës dhe opozitës që në pranverën e vitit të ardhshëm Shqipëria të marrë statusin? Që presim ndryshimin, duhet të presim nga 12 pikat të cilën shqiptarët kanë realizuar. Nëse opozita nuk do të bëjë më bllokuesin, nuk ka dyshim që në pranverë kemi shpresë dhe ka një shpresë e madhe pasaj për nga vera dhe aty ka mundësi që nëse ne shqiptarët do t'i realizojmë ato pikat, atje po ne kërkojmë pasaj dhe në komitet si parlamentar që i kemi plotësuar kushtet, tani duam status. Është vështirë të flasësh sot për cilën do datë. Nëse majoranca do të jetë serioze në ato që ka marrë përsipër, padyshim që do të kemi edhe sinjale pozitive. Po sigurisht që nuk është se bëhet fjalë për të marrë statusin e vendit kandidat kaq herët, çështja është për të marrë sinjale pozitive dhe për të krijuar një opinion apo një klimë edhe në Bruksel që ne jemi serioz në proceset e integrimit evropian.